E dyta, faktori politik shqiptar ka nënshkruar letra dhe ka dhënë asaj zotime dhe vazhdon tire përsëris të njëjtat zotime, të cilat nuk e lejojnë. Tash demokratik. Ne kemi situata në Zvicër, kemi situata në Itali, brenda shtetit ki shtetin. Çka? Brenda shtetin ki shtetin. Ti pse angazhohet Tiroli për shkëputjen nga Italia? Brenda shtetit e ki Vatikani, vetëm Vatikani është. Në Itali Tiroli nuk angazhohet me luftë armatosur për të bashkuar me Austrinë. Është një minoritet i cili ka pranuar randin juridik. Në qoftë se lista serbe e pranon Kosovën si shtet pavarur, nuk kemi asnjë problem me ta. Ne kemi probleme me angazhimin e saj politik dhe ushtarak. Në dy, se nuk lehet asaj. Është dashur që të integrohet. Nuk integrohet njeriu që do të luftojë. Nuk ki mundësi me integru. Çështja është këtu, politikanë tonë, me jap dhe përsëri, sepse i gjithë problemi i Kosovës është klasa politike. Nuk janë në gjendje t'ia faktojnë bashkimit ndërkombëtar, kërkesën legjitime të shtetit Kosovës për të bërë shtet normal. Nuk po lypim asgjë jashtë normalitetit. Duam vetëm të kemi një shtet normal. Dhe vetë çështja e veriut është lënë si çështje për ta penguar normalitetin e zhvillimit të vendi. Ke president dhe tash përsëri ministri i mbrojtjes që e rikonfirmon që FSK-ja nuk do të shkojë në veri, ndërkohë që do duhet të bëjë e kundërta. Unë i natin personal me ndonjë politikan që e kam kryesisht me zotin Kurti për mos shfrytëzimin e rastit të Banjskës për kalimin e FSK-s dhe normalizimin e gjendjes për gjithmonë. FSK-ja nuk ka pse pret, domethënë diplomat të korruptuar, qoftë të Bashkimit Evropian, qoftë të shteteve tjera, të cilët po dalin tashmë edhe nëpër skandalet nga më të rëndat aty në shtet, që vinë dhe i thonë Kosovës duhet bërë kështu, duhet bërë ashtu. Ju kujtohet, është me video, përfaqësuesja më e lartë e Bashkimit Evropian i thot policisë së Kosovës në veri çfarë drejtë ndoni këtu. Do thonë, në qoftë se ajo në shtetin e vet i pranon për shtetin e vet këtë, unë do të tentoja ta dëgjoja, po në momentin që ajo nuk e pranon për shtetin e vet këtë gjë dhe vjen i thot policit Kosovës, i cili me legjislaturë ka që të veprojë në të gjithë territorin e vendit, çfarë drejtë do ti këtu, tregon për një politikë të bashkësisë ndërkombëtare që e favorizon më shumë Serbinë. Kosova duhet të organizojë vetëm klasa politike fetare në Kosovë, por edhe klasa politike e Kosovës duhet ta orientojë Kosovën sa më shpejt ta kompletoj problemin e veriut, sepse sfidat e gjeopolitikës të cilat po vinë mund ta kenë dhe ta godasin Kosovën shumë keq. I është lejuar Kroacisë pas veprime skandaloze të cilët i kanë bërë asociacioni i komunave atëherët serbe në Kroaci, më thonë ku nuk kanë zbatuar asnjë ligj dhe asnjë marrëveshje me Kroacinë, Bashkia Ndërkombëtare i ka lejuar veprime ushtarake Kroacisë dhe kemi pas